dhe doktorante në fakultetin juridik të Universitetit të Grazit në Austri na është të bashkuar në një lidhje live. Gresa, të përshëndes. Na dëgjon? Përshëndetje. Po, ju të dëgjoj, përshëndetje. Besoj, po të dëgjojmë. Besoj ke qenë duke ndjekur edhe diskutimin, debatin, do ta cilësoja unë, sepse mori një përmas të kësaj natyre. Një koment fillimisht për ligjin, cilin unë e kam, po e quaj ligj mirëfilltazi tashmë për shkak se ka kaluar edhe në votim. Si e sheshe se një lloj mundësie për krimin e gjinive të reja në Shqipëri, apo cenimin e vlerave themelore të familjes shqiptare, se kështu ka marrë për masa, ndaj sidomos ata të cilët kanë protestuar, apo jo? Absolutisht jo. Ditë them që ekziston një fushat desinformimi e jashtëzakonshme dhe mbien keq që ta dëshmoj diçka të tillë. Dhe përej se ky dezinformim, domethënë, ka mbritur deri te studio dhe te ky diskutim sonte, unë duhet bëja një koment në fakt lidhur me ligjin në vetvete, si dhe me përcaktimet ndaj gjinisë brenda në ligj. Ky ligj është goxha gjithëpërfshirës në fakt edhe është një lajm shumë i mirë për shoqërinë tonë, për demokracinë në vendin tonë dhe po aq edhe për europianizimin e Shqipërisë. Dua të them që ligji nuk e sfidon idenë e burrit dhe gruas, pra nuk i sfidon këto koncepte si të tilla, por e zgjeron kuptimin e këtyre koncepteve për të siguruar mbrojtje dhe barazi për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë, burra, gra dhe ata që jo domosdoshmërisht e gjejnë veten brenda këtij binomi tradicional. Pra, ligji e ruan binomin tradicional burr dhe grua, teksa njëkohësisht njeh të tjera realitete shoqërore. Kjo është ligjet që ne kemi do duhet t'i shërbejnë të gjithë qytetarëve të Republikës sonë, jo vetëm disave. Ligjet do duhet garantojnë mbrojtje për secilin dhe secilën qytetare të Republikës Shqipërisë. Ne nuk jetojmë më në diktaturë ku s'kishte vend për dallime apo individualitet. Sot shoqëria shqiptare është një shoqëri pluraliste dhe dinamike. Dhe ligji në fjalë reflekton pikërisht këtë realitet, duke garantuar që çdo individ të trajtohet me barazi dhe dinjitet, pavarësisht identitetit, zgjedhjeve ose mënyrës se si e shpreh veten. Ajo se çka dohet thoja është që përtej domethënë për kufizimit të gjinisë në ligj, sikurse edhe sapo e shpjegova, duhet të them që ligji është përbën një fitore historike për mbarvajtjen demokratike të vendit, duke qenë se zgjeron garantimin e mbrojtjes dhe merr parasysh çështje të cilat deri më dje as nuk janë menduar kur ka ardhur kur vjen puna tek diskriminimi, siç është për shembull çështja e punës së papaguar. Unë mendoj që kjo është një nga pikat më interesante. Po, dakord jemi me atë, mos e harxho kohën se jemi dakord, fokusohu tek themi. E kemi lexuar ne për ne, jemi shumë dakord. Debatin në studio nga këtu, kështu që nuk po ju dëgjoj dot se çfarë jeni duke thënë, por nëse mund ta mbaroj fjalinë, domethënë nuk e di nëse po më dëgjoni dhe nëse mund ta mbusoj. Të dëgjojmë. Të dëgjojmë, por nëse na ke ndjekur nuk jemi kundra atyre. Jemi vetëm ke gjinia, Greta. Kundra barazive të tjera. Ke gjinia na i shpjegon me një uri që ti ke si e kupton, se mbase ne po keq kuptojmë ligjin. Pranon dhe vlerëson punën e papaguar të kujdesit. Pra, ato punë që bëhet në shtëpi, siç është për shembull kujdesi për fëmijët, kujdesi për të moshuarit, kujdesi në tërësi për familje. Po është parimi humanizmit të ligjit që favorizon gratë dhe fëmijët, e kemi në ligj vet. I bien mbi supe grave. Por e morën vesh. Nuk është njohur si punë sepse nuk është paguar dhe nuk është marrë. Po 3 herë tha Kristi, tha ky, tha ky. Kërkon pikërisht që institucionet marrin masa që kjo barë të ndahet në mënyrë të drejtë midis grave dhe burrave. Dhe kjo mund ndodh në mënyra të ndryshme, për shembull përmes lejeve prindërore të ndara në mënyrë më të barabartë. Po pra edhe gratë nuk bëjnë turnat e treta në ushtri. Kjo është si shkak e parimit humanizmit prapë. Dhe në përmes politikave që ndihmojnë njerëzit të balancojnë domethënë punën me jetën e tyre familjare. Domethënë përmenda vetëm një aspekt të ligjit, përndryshe ligji në vetvete si i tillë parashikon aksione më të forta kur vjen puna te moszbatimi i tij, nga ana tjetër garanton mbrojtje më të fortë në vendin e punës, që është një kusht mbi të cilin nuk do duhet bërë asnjë farë kompromisi.
Dhe Puna ka që rregullore Barazia në saj. nuk ngjelet vetëm në letër. Një problem që unë gjetem në Shqipëri përgjithsisht jo vetëm me ligjin në fjalë, por në përgjithsisht me ligjet që ne kemi, që qëllon të kemi ligje shumë të mira, është fakti që ligjet nuk zbatohen. Ne kemi një ligj shumë të mirë për barazinë gjinore tashmë, dhe ajo se çka do duhet që të bëjmë, ajo se çka do duhet të kërkojmë nga qeveria dhe nga institucionet shtetërore, Është mirë se thon këta. Të zbatohen. Ky ligj zbatohet specifikisht, sikurse dhe çdo ligj tjetër që Është mirë se thon këta. Dhe shoqata do luftojnë, mos kemi merak se do luftojnë për atë punë, derisa ti çojnë njerëzit në përbuzje, po. Nuk e di, Gresa, pa dhe një replik të shkurtër, a ke mundësi që duke qenë se jeni lidhje live, unë nuk dua të ndërpres shumë, por të ftuarit moment pas momenti kanë dhe një replik për ty, ndoshta ta dëgjosh dhe të kesh mundësi dhe të kthesh një përgjigje tjetër. Dakord? Sepse ke një replik nga me që e tha ka unë pak për para, pastaj direkt Luana. Okej, mbas shpresë të flasi ka ose më ikën. Vetëm Shënoj. një fjali është. Është një pastor që ishte viktim e nazizmit dhe thot, në fillim ata erdhën për komunistët dhe unë nuk thash gjë sepse unë nuk isha një komunist. Më pas ata erdhën për antarët e sindikatave të punës dhe unë nuk fola sepse nuk isha një antar sindikate. Pastaj ata erdhën për mua dhe nuk ishte mbetur mas njëri që të fliste për mua. Do me thënë, varet si e kupton të gjithë ne nga këtë, por ne duhet na shqetësojnë këto gjëra dhe duhet